Sot prezantojmë afrimin e dy lojtarëve të reja në merkaton e janarit. Janë dy lojtarë që mendojmë që do të shërbejnë ekipit tonë për arritjen e objektivave të fazës 2 dhe për të shpallë ekipin në kampion. Është lojtarja spanjolle e Candele dhe lojtarja paraguayane Erika. Mendoj që janë afrime nevojshme në ekipin tonë, është pa arsyeshme që ekipi në këtë periudhë merkatot të afrojnë ato pozicione që edhe stafi teknik e ka patur arsyeshme që kemi pas pak problematika gjatë fazës parë. Janë të dy lojtarë që kanë luajtur nivele shumë mira. Erika është edhe lojtar përfaqësues së Paraguayt, kurse Candela është një lojtar spanjoll që ka luajtur në disa ekipe, ka luajtur në Amerikë dhe në Island. Janë lojtarë, njëra është mesfushore qendrore, kurse tjetra është lojtare sulmuese numër 9, mendoj që këto dy role, ka dy pozicione kanë pa stafit të arsyeshme që të lëvizin dhe të përforcojnë. Këto dy lojtarë tashmë janë pjesë e ekipit tonë dhe aktivizimi i tyre do të jetë si në kupë ashtu në kampionat, kështu që urojmë se ardhen si Erikës si Candele. Forcimi me këto dy sportistët spikatora vjen pikërisht në prag të ndeshjes së dytë të kthimit me të utën e Durrësit ku vendoset kualifikimi. Po, është planifikuar ndeshja e nesërme, është gjysmëfinalja. Ndeshja kthimit me ekipin e TU-s, këto dy lojtarë janë prej disa ditë në qytetin tonë dhe janë në pjesë e ekipit, por mendoj edhe nesër ka do të jenë të gatshme nëse stafi është të arsyeshëm që të shërbejnë që të ndihmojnë ekipit për kualifikimin në finalen e Kupës së Republikës. Ku janë pozicionet që luajnë këto futbollistë? Candela është lojtare mesfushore numër 6, kurse Erika është lojtare sulmuese, kryesisht sulmuese qendrët. Me që është momenti, ndeshja e parë në Durrës me ekipin e TU-s është humbur me rezultatin 2-1. Publiku shqiptar pret në stadiumin Loro Borici një përmbysje për kualifikimin e vllaznisë dhe fitimin e trofeut. Ne kemi humbur ndeshjen e parë në Durrës, në fakt ishte një ndeshje dominuar për ekipin tonë. Ajo ndeshje do të analizohet sot dhe stafi kanë nxjerrë ato problematika që kjo ndeshje kishte, por mendoj që nuk ishte humbje në lojë, por ishte humbje në rezultat. Pa hi me analizuar ndeshjen, se do të analizojë stafi, por objektivat tona pavarësisht të rezultatit jo pozitiv të ndeshjes së parë, ekipi ka objektiv kualifikimin për finalen e kupës dhe objektivi është përveç kampionatit është edhe kupa. Urime për blerjet e reja dhe suksese në përballjen me TU-n. Faleminderit për jush.